i përcjella reprizat, sa me pas një farë informate, kështu çka po ndodhi isha kurreshtar, për ndryshe ato, po them, shumë prej tyne mandej nuk po mrija as reprizat për shkak të angazhimeve punë, po këto tjerat prej kur ishin ora 6 që luheshin e tutje, gjitha i këndryshë. Ka shikoni si favorit? Po unë besoj që duke analizu kështu lojtë që Brazili është një prej favoritëve kryesor, edhe nëse ishtë dasht me votu për cili fiton, kjo nuk është dëshira ime, në atë kuptim se une jam tifoz në këto gara i Anglisë, por Brazili besoj që ka gjasa më të mira, me që ka shumë ekipe, edhe Franca është një Francë shumë e fuqishme, ka dhe ekipe tjera. Mendoj që ka ekipin më të mirë se Anglia? Po, është konkurent shumë e madhe, tash është vështirë me thonë, nuk mendoj që e ka trenerin më të mirë se Anglia, sepse Anglia ka shumë emra të mëdhaj, ka dhe Brazili, po edhe Anglia ka emra shumë të mëdhaj, por Anglia e ka një farë mallkimi që kur s'mundet me qu dhe në fund s'po mundet me kthy kupën në shpe. Ndoshta me trajnerin e ri dhe ato e thyen. Qefi, sigur kish fitu si vjetë kampionatin botnor, por unë mendoj që ka shumë ekipe të forta, po ndër tjera është përmenda edhe Franca është super ekip, që mendoj edhe ajo është një prej ekipeve favorite, Gjermania që po shohim tash, Spanja natyrisht, kështu që me gjitha ato, për shkak trenerit kryesisht, unë e disim duket që mund befasaj Brazili. Okej.